Edhe pse komuna e Tetovës premton se këtë verë do të përfundojë asfaltimin e pjesës së dytë të bulevardit Blagoja Toska, banorët shprehen skeptik se kjo do të ndodhë. Thonë se premtimet e tilla dëgjojnë më shumë se një dekadë, ndërsa punime ende nuk ka. S'ma merr me vallë, motorë të shok kjo. 2-3-4 veta më shumë, ku e disa, një çëgje e pron çëtë e lart. S'besoj, s'ma merr me një. Nisë do shtu të vellosh. Se di vetëm të gënjej, ndoshta do bëhet, por të paktën 10 vjet rri kështu, deri në gjysmë u bë dhe e lan kështu. Të jeni të sigurt se s'bëhet kjo. Vështirë është s'bëhet kjo. Pengesa kryesore për përfundimin e bulevardit Blagoja Toska ishin 2-3 banorë që kanë objektet afër rrugës, të cilët duhet të prishen. Komuna e Tetovës thotë se ka marrëveshje që të bëhet hapja e bulevardit dhe asfaltimi do të nisë javën e ardhshme. Ashtu si që dini, do me thonë, para disa muajsh, ne vetëm se kemi realizuar 2/3 e bulevardit, ka ngelur vetëm 1/3 e bulevardit për të depërtuar tek pjesa e Drenovesit. Momentalisht, do me thonë, me palët jemi marrë vesh, kemi rënë në dakord që të bëhet hapja e bulevardit. Besoj që nga java e ardhshme, Inspektorati Komunal do t'i menjanoj disa objekte të cilët pengojnë për hapjen e bulevardit. Këtë javë kemi drejtuar banorëve që ata vetë t'i largojnë atë me sa çka mundën. Në të kundërtën, javën e ardhshme do të asistoj edhe Inspektorati Komunal së bashku me policinë. Momentalisht do me thonë vetëm jemi dakorduar, ende nuk është bërë kompenzim financiar. Besoj se deri nga muaji qershor korrik do jetë edhe hapja e tërësishme e bulevardit Blagoja Toska. Ndërtimi, përkatësisht hapja e bulevardit Blagoja Toska, ka nisur prej më shumë se 10 vitesh, por asnjëherë nuk u arrit depërtimi në pjesën e lagjes Drenoc. Komuna e Tetovës vitin që shkoi realizoi 2/3 e projektit, ndërsa pjesa e fundit, sipas komunës, pritet të përfundojë brenda 2 muajsh.